panik, tmerr, frikë në kampin e qeverisë. Krijohet Komisioni Balla. Komisioni Balla është komisioni që po kontrollon statuset në mediat sociale të nomenklaturës, për të identifikuar ata të cilët nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore qytetare dhe flamingove, pra. Viktime e parë e Komisionit Balla do të jetë Niko Peleshi, i cili, sipas Ballës, është treguar sylesh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre. Pritet zëvendësimi i shpejt i Peleshit me Ballën. Laja thaj, Balla i ka mbet atij. Me kryetarin e Komisionit të vëzhgimit të mjetëve digjitale të rrjeteve sociale të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera? Do ketë, po ato janë pa emër, pa pasojë. Ndaj dhe nuk ja vlen fare ti përmendish.